Rikthehemi në studio ku këtë javë, këto 2 javë në fakt, të gjithë ekipet e futbollit shqiptare kanë pas sukseset e tyre duke mos harruar edhe Shkëndijën e Haraqinas. Këtu kemi pikërisht trajnerin dhe kryetarin e këtij klubi për të na treguar arritjet, për të na treguar sukseset, normalisht sfidat dhe planet të cilat i kanë për në të ardhmen e këtij klubi, i cili është një klub shumë vjeçar dhe normalisht krenohemi të gjithë për arritjet e tyre. Fillimisht faleminderit që pranuat ftesën të jeni pjesë e emisionit tonë. Faleminderit edhe për ju. Faleminderit edhe ju. Do filloj me kryetarin, nëse ma lejoni, çfarë do me thënë ka për ju dhe për gjithë Haraqinën, normalisht rikthimi i Shkëndijës në ligën e dytë pas një mungese kaq të gjatë? Shive, Haraqina si komunë në veti, pra nuk ka gjë tjetër më të shenjtë se klubin Shkëndija. Ka kemi qenë një histori është edhe para luftës. Lufta e ka bërë vetën. Pas lufte, pra kemi luajtur edhe 2 vjet në ligën e dytë dhe ka rënë në ligën e tretë. 5-6 vite s'ka qenë në skenën e futbollit dhe para 3 vite kemi rikthi, pra klubi është rikthi dhe kemi hasur në sukses për 3 vite, pra kemi kaluar 2 liga. Kjo është një rikthim shumë i shpejt për 3 vite të arritësh kaq shumë, nuk është edhe pak. Nuk është pak për shkak se klubi është me traditë dhe gjithçka shkon sipas planit. Jemi një organizim i mirë. Zotri Shaban, juve si një trajner, si po ndiheni ju personalisht pas këtij sezoni të jashtëzakonshëm që përfundoi në ngritjen e ligës së dytë? Do të thonë, unë jam bashku në stinorin vjeçor fund 6 muajt e fundit. Do të thonë, punën që e ka bërë, do të thonë Erkani, profi Erkan, me ekipën 1 vjet, veçmo shifët ajo me sartë, do të thonë stinor së bashku që kemi biseduar për harmoninë e Shkëndijës në Haraqinas në këtë nivel të mërije, do të thonë, edhe ja pra arritëm atë qëllimin që krejt Haraqinasit e presin mas 25 vite. 25 vite është rrugtimi, 25 vite sfidat cilat kanë qenë më të mëdhaja që i keni hasur gjatë këtij rrugtimi për rikthimin përsëri në vendin e duhur ku duhet të jetë ky klub. Shive, ne të gjithë e dimë se jemi pa stadium dhe problemi në kyç është që ne nuk kemi stadiumin tonë dhe luajmë në stadiumin në Hasanbek Arena, tash duhet të luajmë ndoshta në tjetër kund, për shkak se plotësimi për ligën e dytë duhet të plotësoj kushtet stadiumi. Dhe problemi më të madh kemi që ne nuk kemi shtëpi tonë dhe luajmë gjithmonë si mysafir, pra dhe luajt kur i kemi në shtëpinë ai luajmë si mysafir. Po, a mendoni, a jeni optimist se do e keni në një të ardhme të shkurtër edhe stadiumin tuaj, edhe të kremtoni pikërisht aty ku duhet, në shtëpi? Po, besoj se pas këtij suksesi që e kemi, që nëse mobilizohemi të gjithë pra bashkë me komunën dhe të gjithë politikanët prapë e thash edhe para disa ditëve, që ata na kanë shumë borxh neve, si Haraqin, të gjithë politikanët, jo vetëm të na urojnë, por duhet që të veprojnë dhe që na përkrahen dhe ne nuk jemi duke kërkuar diçka që nuk na takon dhe që është diçka abstrakte, pra e kërkojmë një fushë që na takon, kemi publikun, gjithatë jemi afër Shkupit, është edhe në të mirë të Shkupit Shkëndija të jetë në ligën e dytë. Po, shumë e vërtet. Na thoni pak se si e përgatitet ju edhe skuadrën për ndeshjen më të rëndësishme kundër Osogovës, cilat ishin pikat kyçe të kësaj fitore? Do me thonë, na me profin Erkan e kemi bërë plan programin, gjithë javën e kemi punu, do me thonë, për atë ndeshje. E kemi pritur, do me thonë, tjese që kënë nivel lartë, do me thonë, Osogova është vjen për ligës dytë, edhe pse është ligës dytë ekipa, e kemi analizu ekipën shumë saksisht, do me thonë vendet më saksishta. Ati ku jemi konë më të fuqishëm, ne e kemi ditën që jemi në atë pjesën më të fuqishëm. I keni ditë pikat, po? Po, edhe e kemi pritur, do me thonë, për ati kandeve që mos bënë ekipi jënë gabimet. E pritët ta ditë? E pritëm, do me thonë, edhe fitore. Ne kemi besur, ne kemi, kur e kemi pregaditën, do me thonë, edhe para një ditë që kemi Kavadar, do me thonë atë mbledhjen që kemi bo së bashku me lojtarë, si me stafin teknik, si me do me thonë kryesin mas neve, kanë qenë gjithmonë edhe janë. Pike e parë, do me thonë, kur kemi dalë për hotelit, unë e kemë vërrejt, do me thonë, si profi Erkan, do me thonë, e kemi vërrejt atë për lojtarëve syve, lojtarëve emocionet, edhe kemi vërrejt se ne dhe dalim fitues në këtë ndeshje. Përmendet se përkrahja nuk keni nga institucionet dhe nga politika, po e dim se klubi juaj mbështetet nga mërgata.
Sa është e rëndësishme kjo? A ka dhe vullnetar tjerë të cilët e përkrahin këtë klube dhe normalisht tani pas futjes në ligën e dytë, pas kalimit nga liga e tretë në të dytën, jam i bindur se edhe Mërgata ka një kënaqësi të jashtëzakonshme, kanë lindur edhe vullnetar të cilët shprehin dëshirën për ta përkrahur këtë klub, vetëm e vetëm mos të shuhet dhe të arrin atë sukses, vetëm se që më 2 dekada e gjysmë po planifikon të arrin. Shive, ne jemi një grup prej, kemi rrethin më gjatë, po jemi një grup rreth 10-12 personave që qëndrojnë prapa meje. Pra unë nuk jam i vetëm aty dhe besoj se me këta njerëz që kemi qenë prej ligës 4 dhe të tretën, tash të ditën, nuk do të kemi problem mirë, po nëse do të riorganizohemi, dhe kemi njerëz dhe më të fuqishëm se ne në Haraqinë, se na afrohen, nuk besoj që nuk do të jetë edhe pa arritshme edhe liga e parë që kanë dashur ta bëjnë atë në vitit 95-96, 97, vitet të arta të Shkëndijës. Unë e mbaj mendun kur isha e vogël, Shkëndija e Haraçinës ishte. Ka qenë sistemi atëhershëm që ka dashur, tash është pak më ndryshe dhe për institucioneve dhe komuna ndihmon aq sa mundet, por komunën e kemi komunën rurale, të gjithë e dinë se me çka hasim ne, çfarë problemi kemi. Shoqata mërgjimtare të Haraçinës pra janë një send çka i ka ndodhur Haraçinës pak para se të riformohet klubi, ato janë riformuar, kanë bërë sende të mira për komunën, tash ndihmojnë edhe klubin. Shkëndijës janë gjithmonë me neve, pra kanë qenë prej fillimit të riorganizimit deri më tash janë. Po kjo nuk është e mjaftueshme, vetëm nga një Mërgatë të financohet një klub. Besoj se keni nevojë edhe për më shumë. Keni bërë kërkesa, keni bërë thirrje drejt institucioneve përkatëse, sepse është një klub 25 vite, nuk janë pak. Kemi bërë kërkesa, komuna ndihmon aq sa mundet, pra këtë vit kemi pas ndihmës edhe nga zëvendës ministre e sportit, Safie Shahini, që kanë ndihmuar dhe tash edhe në ligën e dytë dhe ligën e parë, besoj që do të është edhe me ligë që Ministria e Sportit duhet të ndihmojnë klubet të ligës parë dhe të dytë. Mirë, për me njerëzit që i kemi do t'ja arrim, t'ja dalim. Problemi keq është që ne nuk kemi stadium. Vetëm aty është problemi keq, e shoh kryetari, problemi keq e ka në plan më të afaqshkurtër stadiumin. Më thuni, a ka qenë ndonjë moment më i vështirë gjatë gjithë këtij rrugtimi, gjithë këtij trajnimi, gjithë kësaj përgatitje të lojës së fundit e cila edhe u ndryshoi titullin? Ne kemi luajtur ligën e tretë. Është e dim krejt ligën e tretë, po ne kemi pas një grup edhe çdo ditë kemi pas stërvitje në ligën e tretë. Domethënë pa tjetër mi po çdo ditë stërvitje se që me arritën atë qëllimin lojtarëve t'i mbajmë në pozicion që të mërim nivelin e ligës dytë që ta luajmë atë lojën e barazhit. Domethënë lojën ballatozhe domethënë me luajtëm me lojtarët kemi bisedu gjatë atë kohës, kemi bisedu domethënë lishime mos kesim. Lishime kur të mërim deri te ajo ndeshja. Te ndeshja kur vjen ajo ndeshja sluhet, po fitohet. Ishte mirë kjo, nuk luhet, po fitohet. Po fitohet. Domethënë 90 minuta ato gjithçka nga vetja, si ne, si treneri e kanë, si lojtarët, gjithë e kanë bërë. Normal që edhe këtu ta sqarojmë, domethënë këtu kemi pas ultras çlirimtare që 90 minuta, jo 90 minuta, pa 97 minuta su kanë dalë të këndu për shkëndijën e Haraçinës. Kemi po edhe video të mbasë në sfond shkojnë fotot nga e gjitha ajo ndeshje, kemi edhe padyshim emocionet nga tifoja ku i kemi të cilët normalisht tregojnë me emocionet e tyre se sa janë përkrahës ndaj këtij klubi dhe se si e presin me padurim që të shpalleni fitues të futeni në ligën e dytë. Kryetar, ju ca herë e përmendni ligën e parë. E keni synim patjetër që të futeni? Synimi gjithë fshatit është liga parë, pra ato më të hershmi që kanë qenë. Mos e thuaj fshatit se Haraçina është bë më qytet se Shkupit edhe. Për momentin jemi ashtu, pra e kemi pas edhe Zilijat, në vitet e 94, 5, 6, 7, se nuk gaboj, kanë qenë shumë të fuqishëm. Në atë kohë mirë, po tregova edhe më herët, sistemi ka qenë i atërshëm që nuk i ka lejuar, tash nuk është ashtu, pra me një organizim që e kemi, besoj që nëse pak në afron dhe njerëz tjerë që ka Haraçina dhe në Mërgatë tjerë, besoj që do t'i arrijmë qëllimin. Besoj që do t'i arrijmë. Problemi keq është stadiumi, tregova. Diçka që s'mund t'i arrijmë pa stadium. Po ka një vend ku mund të krijohet një stadium në Haraçinë? Shive, ka pas mosmarrëveshje për stadiumin gjithë e dim, ne kemi pas dy stadiume më herët. Ka pas unë ka pas dy stadiume, jo një. Mirë, po prapa nuk duhet të kthehemi ato çka kanë qenë, shkaqet atyre nuk duhet të kësaj këtu dhe nuk do të kthehemi mbrapa, ne duhet të shkojmë para
dhe duhet që ne ta kemi stadiumin. Pra mendimin e të gjithëve politikanëve tonë, po patjetër Shkëndija që duhet ta ketë stadiumin e vet. Është Dhe besojmë bindshëm se do e Dhe ketë. besoj bindshëm, po, se do ta kemi. Çfarë do ndryshoni tani në përgatitje që të garoni në një ligë edhe më të fortë, pasi që kryetari veç se e ka piksin në ligën e parë, kështu që ju ngelet juve trajnerëve që ta kryeni edhe piksënimin e tij. Ne parafërsisht domethënë ekipën që i kemi afër 14-15 lojtarë cilësor për atë ligën e dytë, domethënë do të forcohemi afër 5-6 deri në 7 lojtarë të janë ligës parë, lojtarë ose ligës dytë lojtarë. Edhe ato me këtë që e kemi ekipën kyçe domethënë lojtarë, besoj se me të ardhmen lojtarëve, besoj që do bëhet një ekip i mirë që do ngarojë për disynojmë domethënë ligën e parë. Po mbi të gjithë domethënë ne duhet me qyrën se jemi 16 ekipe në ligën e dytë, edhe pi vjetin arshëm që vjen, domethënë do ngelet veç 14. Domethënë do shkurtohet pak liga, për atë aspekt na synimin kryetari kërkon ligën e parë, po dhe shohim njerë si pikëspari ta marrim dizginat një në dorë, të fillojmë ligën e parë, po që hapët hapësirë për ligën e parë. Pse jo? Pse Araqina si, domethënë gjithë qyteti thojmë ne, shati domethënë thojmë për qyteti inshallah mërim në ligën e parë ta shohim ato emocionet që i pam ne, domethënë unë si trener, unë e kam përjetu edhe në liri në Prizrenit, po kjo dashuri ndaj klubit, unë familje kam rritë, domethënë në mora telefonat, grëndime, të ma uroje, domethënë nësë kisha fjallë, së më dishin fjallët. Ajo është dishka emocione, kur i shifsha ato njerëzit qanë, domethënë... Pam që edhe fëmijë kanë qenë prezente dhe ata të regonin emocionet e tyre. Fëmijëve e kryetarit, ati që janë afër klubit, domethënë edhe ne të kishim i pasën qef, domethënë mos tjese në Kavadar loja, tjese dikun afër Shkupit, edhe në fëmijët e tonë kishin Kjem prezent, pse jo? Po është edhe ka qenë domethënë loja rrezik, që e dini Koçanit edhe ne Shkupit të vim, po këtë ka kalu sipas planit, domethënë si klubet, 2 klubet, Maqedonës edhe Shqiptar, po besoj se tha kryetari, ja dalim inshallah edhe në ligë pa, pse jo. Më thoni pak, lojtarët ishin optimist, ishin në shok pasi mbaroi loja, si e pranuan ata të fitore, dinin të flisnin, i kishin emocionet e tyre, sepse ata e mendojnë se gjithçka varet nga ata dhe në qoftë se nuk do e kishin arritur këtë arritje, ndoshta me nënvedije do e kishin fajsuar edhe veten, ta kisha bë këtë më mirë, të kisha luajtur më mirë, të isha stërvitur më shumë, aty ka qenë gjithçka një surprizë për ta. Si e ndjen veten ata? Domethënë, deri në çat moment që fillon ndeshja, haron këtë gjaja. Haron edhe shtëpies, haron krejt. Domethënë, ne kemi përgatitën ekipën, ne kemi afër 7, mos nam 6-7 lojtarë që kanë luajtur ligën e parë. Edhe ata e kanë ditën kur kanë ardhur në Shkëndijën Araqinës se kryesia ça lipi atime. Domethënë ato janë konë shtylla e ekipës, si portieri Burhani, si 2 shtoperat, domethënë 2 qendërmbrojtës Lufçë edhe Mendoja. Domethënë ato e kanë ditë vetdijen, domethënë si Dario që është sulmues, si Ansor, pastaj kemi Bujarin, Livarekën që janë shumë cilësor lojtar. Livarekën i kemi unë 21 në stacion Maqedonisë, domethënë, e vjerën ligën e 3 të luajë, domethënë e ka ditë domethënë që Shkëndija Araqinës, kryesia, trenerat që kërkojnë për ati, edhe e kanë bë punën deri në minutën e fundit. Si është atmosfera tani në skuadër pas këtij suksesi? A ka një frym më të fortë kolektive? Po, patjetër. Fitoria e ka ngrit atë zërin e të gjithëve, pra po them edhe për me një treneri kemi tifogrupin më të mirë, shqiptarët që kanë qenë prej fillimit të rikthimit deri më tani, pam edhe atë ditë që çfarë organizimi kanë bërë dhe kemi pas sjellje sportive, pra se kemi qenë shumë nga ana e publikut, kemi qenë në bazën nacionale, tonët nuk e kanë kthyer në asnjë moment dhe kanë qëndruar 90 minuta, pra
heroikisht dhe dua të përshëndes për atë gjest që kanë bërë. Këtë ju e kërkuat nga ata, apo ta vetë janë atë që të edukuar dhe kanë atë... Na e kemi kërkuar mirë, po tifogrupët i dinit gjithë në gjithë botën se çka bëjnë. Pra janë botë në veti dhe ka momente që nuk ndëgjojnë as vetin e tyre, jo ne. Thuaj se diçka tjetër vlon tek ta një gjak pak po. Atë ditë dua të falenderoj edhe publikisht pra kanë qenë me notën 10. Tani në fund, çfarë do ju thoni djemve që synojnë të bëjnë pjesë e Shkëndijës dhe Haraçinës në të ardhmen, që duan të jenë pjesë e ekipit tuaj? Si pikë pari, unë dhe thamë, mas kogja viteve, lojtarët e tonë shkupjanë, sidomos Shkupit, kanë luajtur në Kamos, në Kamenic, në Gotin, Gostivar, të Tofë, dhe më thonë e kanë një klub mo, pas 25 viteve, shumë mirë dim se me një vakt, dhe më thonë, slogoj go magnat. Po, ka qenë në kohën, po. Shtash për momentin, do lojtarë kanë qenë uazim në Shkëndijën Haraçinës. Kanë qenë, dhe më thonë, dalin si lule për në Shkëndijë Haraçinës dhe kanë rikëthy, dhe më thonë, të FC Shkupi. Dhe më thonë, ja pra, ka ardhur pra momenti që në çdo Shkup janë. Unë e vërej, dhe më thonë, edhe kur dalë në qarshi, kur heci, dhe më thonë, që donë të vjere në Shkëndijë Haraçinës. Çdo lojtar, çdo i ri. Edhe kisha thonë, dhe më thonë, të rive që janë futbollistat. Dhe kam potencial. Kam potencial. Ne kemi hapur dyrt, si kryesia, si trenerat. Besoj që të në ardhmen dhe kemi më shumë. Do bëni përzgjedhje më selektive, pa? Shqiptar, s'është më rëndësi, dhe më thonë, edhe etnike si këshyrin kryesia, është Maqedon, është Shqiptar, është Turk. Dhe më thonë, është mirë kjo, po sidomos ne duhet me këshyrën pak rrethinën tonë, Shkupin, Asambekun, Haraçinën, ta përbëjmë një ekip si ka hije, dhe më thonë, Shkëndijë Haraçinës, si tha edhe kryetari, publikisht, dhe më thonë, i thamë edhe ultras shlijimtaret, shumë në ka emocionu atë ditë në atë ndeshje. Edhe ju kanë bë krenar, sigurisht. Edhe bë krenar gjithë shqiptarien në Maqedoni. Kryetar, dua për në fund edhe një mesazh për të gjithë dhe bashkë qytetarët e Haraçinës të cilët ju kanë ndjekur, të cilët edhe jam e bindur se ju kanë përkrahur këto ditë dhe ndoshta s'u keni ngrit kokën nga takimet e shumta urratat e shumta që i keni marrë pas këtij suksesi shumë të madh, se ndoshta edhe ata kanë qenë më skeptik se a do rikthehet ajo Shkëndija që nga fëmiria ime që unë e mbaj mend, dhe tani ju ua krijuat, ua bët një ëndër të gjithë atyre realitet. Shife, unë vetë nuk do të kisha mund t'ja dalë, pa ata njerëz që i kam prapa meje, mirë po edhe rrethi ngusht, por edhe rrethi gjerë të gjithë Haraçinasit janë të gëzuar dhe a ditë e treguan veten që të gjithë erdhën në Kavadar pra me mjetet e tyre, të gjithë dhe na përkrahen. Nuk besoj që ka Haraçinas që nuk e do klubin në këtë ligë ose në ligën e parë, vetëm i kisha bërë thirrje edhe atyre që s'kanë qenë deri më tani, ose që nuk kanë besuar në projektin tonë, të vinë të afrohen se jemi më të fort. Pra e kemi deklaruar edhe më herët, kur ne jemi bashkë, mund t'ja arrim Haraçina gjithçka. Po edhe një gjë për në fund, të kemi stadion tonin. Po, patjetër, pa stadion nuk do t'ja kishim filluar. Ju faleminderit shumë që ishit prezent sot, unë ju uroj Shkëndijës suksese, të jetë intervista e radhës për ngritje në ligën e parë, pse jo. Faleminderit. Faleminderit. Ju faleminderit shumë. Tani miq të dashur, ne shumë shkurt do shkojmë me një pikë muzikore derisa të rikthehemi në studio ku do i keni kolegen time dhe mysafirët e saj për një temë shumë speciale.